Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikave referuan materialin në prokurori ku nisi procedimin penal për shtetasin. Ai, 34 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën një sasi të vogël ende të dyshuar narkotike, cannabis sativa, e cila u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit. KSH, 28 vjeçe, banuese në Vlorë, pasi automjeti që drejtonte është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin AK, 35 vjeç, banues në Imar. Si pasojë e aksidentit u dëmtuan shtetasja KSH, e cila po merr mjekim në spitalin e traumës, dhe shtetasi THK, pasagjer, i cili po merr mjekim në spitalin e Vlorës. EÇ, 34 vjeç, banues në Vlorë, pasi me automjetin që drejtonte ka përplasur një automjet dhe është larguar nga vendi i aksidentit. Një 17 vjeçar, banues në Vlorë, pasi u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Gjithashtu u referuan materiale në prokurori pasi ka kallëzuar shtetasi BH, 33 vjeç, banues në Vlorë, se i ka dëmtuar automjetin e tij të paguar. Vijon puna për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e rrethanave të rastit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.